E përmenda Irani zoti Peka sepse zoti Rama ka përmendur agjentura të huaja të cilat kanë mobilizuar protestën. Zoti Rama nuk përmend. Irani është një prej shteteve që Zoti Rama në Rusisë, Zoti Rama ka përmendur këto sepse nuk përmend ato që duhet përmend. Zoti Rama nuk del dot u thot të vetëve që organizimin e këtyre protestave e ka bërë Sorosi. Dhe të shpjegoj shqiptarëve se pse Sorosi, cili është patroni i tij, po i bën këto protesta. Pastaj se kush ka fut duart dhe grupet të tjera, ajo është më pak relevante. Rama të shpjegoj shqiptarëve, sepse në për tavolina e thonë. Tavolina nuk është as Irani, nuk është as Greqia, as Serbia, as Rusia. Në palavra. Por, organizatat të cilat kanë organizuar këto protesta dhe janë në ballë të tyre, janë organizata majtiste, janë shoqata ambientaliste të cilat të gjitha të financuara nga edhe në krijesat të. Ja kemi sulme brenda llojit. Në këtë protestë janë bërë, po themi në një këndvështrim, miqtë edhe armiqtë e Ramës janë bërë bashkë. Sepse janë bërë bashkë është një histori tjetër kjo. Janë bërë bashkë sepse ky ka futur hundët në as shumë gjëra, saqë janë ndryshuar ato balanca dhe nuk ekzistojnë më ato balanca. Por protestat, këto narrativat e poliagjent kishim dekada që si dëgjonim. Është qesharake, kuptohet që vende ndryshme kanë vëmendje si çfarë ndodh, normalisht edhe mund ta ndjekin me vëmendje. Por kjo është lutë brenda llojit. Unë e kam parë si një mekanizëm, nëse interpretimin tim, unë e kam parë si mekanizëm që duke parë që Rama është në largim dhe largimi i tij çon edhe në shkatrimit të paktën të leadershipit politik të Partisë Socialiste, po kërkojnë të krijojnë një opozitë tjetër të majtë në mënyrë që të thith votuesit socialist, mos krijojnë një vakuum dhe zëvendësimin e Ramës si një përfaqësues të majtës, po themi globale. Në sheshka dhe shumë përfaqësues të Partisë Demokratike të djathtë opozita. Pra nuk është monopoli një fraksioni apo një. Edhe unë jam për natë në shesh. Por organizimi mikrofoni doni të. Mikrofoni dhe organizimi fillestar i saj ishte për këto arsye. Pastaj u futën shumë faktorë. Jo agjentoror, por faktorë që panë sheshin si një vend kur mund të shprehnin pakënaqësinë e tyre. Dhe pakënaqësia ndaj qeverisë është aq e madhe sa që ke arritur të bashkosh të gjitha stratat e shoqërisë. Ke të majtë, ke të djathtë, ke të paangazhuar. Është forca protestës, po një herë dobësia e saj. Nuk përkthehet në një momentum politik siç u përkthye ku diun në Bullgaria apo në Ungari dhe prodhoi një rezultante politike që ishte rotacioni. Kjo do prodhoi rezultanten politike që është rotacioni. Por nuk do e prodhoi në një parti të vetme që nxjerr kjo protestë. Do e prodhoi duke rritur presionin pozitiv të brendshëm, por edhe të partnerëve për ndryshime substanciale. Dhe nuk është thjesht largimi një qeverie dhe ardhja një qeverie tjetër, por ndoshta, nëse shkon mirë, mbyllja një kapitulli 35 vjeçar. Që nuk kupton rikalibrimin e sistemit politik. Fillon nga ndryshimet kushtetuese, nga ligji për referendumet, nga sistemi zgjedhor dhe gjithçka që vjen me të ndarje administrative. Pastaj edhe këtë ligjet e tjera që janë pjesë. Këto janë kërkesat e protestuesve dhe të opozitës politike në Shqipëri, po zoti Rama ka refuzuar deri tani të pranojë ato, qoftë në blok, qoftë të adresuar disa prej tyre.